Gabim. Dhe një pozicionim ushtar. Unë nuk kam bu gabim. Unë kam kërku falje nga vetë ime. Që këtu janë njerëz pa kapacitetin tënd. Po, edhe nuk pretendojnë të bëjnë liderin. Edhe nuk kërkojnë falje. Dhe ti dhe s'kan kërku falje, patjetër. Ndërsa ti po vazhdon ushtrin. S'po e vazhdoj më shumë puna via është repartë ushtarak. S'po e vazhdoj me njeriu, por ti më atë e ke, atë e kuptoj, unë nuk jam tu mbështet njëri. Ti je ushtar, me paku është loja fiks. Unë du me paku loja. Je ushtar. Nga që gjithë po më mojnë për keq, jo më ofendon, jo më bon. Me qenë se unë jam aq ofendus, unë për ne du me një pauzë. Gjërat takojnë ty. Përsërit një fjalë, qepe, ose më i madh në vend, kjo tregon shumë për ty. Është shumë i vogël përpara jush, por vetëm diçka më bëhet qef. Përpara jush, se ky është problemi, që ti ke shumës. Unë po flas për veten time. Në gjo parkizën, problemi ka diçka. Ti në ballë ke të shkruar të vetëm diçka. Ti në ballë ke të shkruar të vetëm diçka. Problemi jot është që ti nuk di ja urdhra. Edhe MMV2. Këto të dy aty do bësh tatuazh. Këtë gjë bën gjithmonë. Kjo tregon shumë për ty. Po s'ka problem, kaq ka. Ti di të çosh një diskutim deri në fund? Unë çoj nga fillimi në fund. Po me budalliqe që flisni unë nuk kam nevojë të merrem. Se unë bëj një pyetje, tha që parë the që unë po nuk merrem me këto lloj budalliqe sepse ju po ngacmoni një temë. E kupton, ngacmoni një temë që i mshoni vetëm asaj. Dhe unë temës me Stelinën. Dhe unë që të rritë të merrem. Kush ta ka bëj? Jo, Kesi. Ajo, ai diskutimi që para atje për jashtë. Diskutimi. Ky është problemi jote të njerëzit të gjithë një thes, më nuk intereson fare. Diskutimi atje për jashtë. E bëra, propoza e saj nuk më intereson fare. Diskutimet, idiot. Mirë, kam xhan, kush të shatë të do. Diskutimet në grup. Te ai grup për atë puni që nga gjithë. O, djali bar, djali bar. Nuk ishte fajin. Fare, absolutisht fare. Unë nuk futa me ty në bisedë, sepse ti erdhe na prishe qetësinë. Ti më thua mua ju me temën time dhe Stelinës Mera, kupton? Daj njerëzit. Kesi, në shtëpi nuk e përfaqësojnë dy njerëz, daj njerëzit. Jo, nuk kam të dëgjoj fare se s'e flet bukur ose flet ndonjë gjë me mend të dëgjoj, kupton? Nuk është se flet bukur dhe me mend që të dëgjoj. Ti të paktën nuk e përdor dot me mua, që të thuash ne flasim për opera dhe ju nuk dini nga këto muhabete, kështu që ne s'kemi çfarë të flasim me ju. O, pra djati Florit, ç'pun ke ti me muhabetin e Florit? Po jo, pra ai muhabeti ishte aty. Ç'pun ke ti, apo nga që jo, ai muhabeti ishte aty. Po ç'pun ke ti pra? Po më bëu koherente, pa atë çfarë folim këtu. Po ç'pun, unë po them për vazhdimin jashtë, se këtu ti nuk fole fare, tu ishe shoqëruesi i parë i misit. Jo, këtu, ta kuptosh ti, nga këtu nisi ajo që fole për jashtë, dhe për jashtë u bëra temë, u bëre ti temë, po nga këtu, vazhdove diskutimin për jashtë. Dhe diskutimi pastaj vazhdoi për temën e Stelinës dhe tash një tuf me Dele, sepse ashtu jemi. Jo, shef, që e kontradiktor? Dele nuk është ai, aty që e ka. Ylli. Cezari jepet aty që jo Ylli, se jam Ylli Ivani jam Kesi Zeni. Aty që ka që Dele. Çaj themun është tjetër pjesë. Derisa ju një pjesë jeni Dele, që shkoni nga mbas, si t'ju vinte resi. Hajde një këte, idhet bari majta, shkoni majta, idhet djata, shkoni djata. A i paktën e ka qëndrimin e vetë. Ashtu rëkëtëke. Dhe më thonë flet dëri, si një grua e keqa, nga to gratë kur zihen me njëra tjetër. Po sepse të merem, të thartoj dhe nuk dëgjon tjetrin. Po nuk dua më të dëgjoj se flet budalliqe. Po të bëj një Po nuk dua më të dëgjoj se